Atëherë përshëndetje, jam shumë emocionuar në fakt sepse sot kam të ftuarin tim të parë në podcastet që Daran ofron. Me një qëllim të qartë fuqizojmë të rinj. Kam fatin dhe nderin të kem të ftuar Artin, i cili është një djalë që nuk ka frikë të thotë të vërtetat dhe ndërthur kulturën me atë informacion që di, ku janë vlera shumë të rëndësishme për njeriu. Një ndër pikat tuaja të forta është thjeshtësia dhe atë dashuria, gjë që forcojnë leadershipin dhe është një mungesë. Arti, të falenderoj që je pjesë e kësaj nisme të rëndësishme, qoftë për zonën tonë, për nisim 12, por në të njëjtën kohë për të rinjt e të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Shumë faleminderit juve, para për këtë nismë që në fakt mungon të ka kohë zonës sonë, dhe një parë që po e bëni dhe për të shkruar ato pengje që ndoshta nuk kemi pasur mundësinë të shkruajmë diku tjetër, le ta themi kështu. Dhe shumë faleminderit për gjitha vlerësimet që më bët. I ke krejtë me rëtuara këto. Shumë faleminderit. Sepse unë jam përpjekur shumë që ta studioj mirë komunitetin ku jentoj. Jo vetëm në pjesën e studimit, por të kontriboj aq sa të mundem, sepse ju jeni ardhmja dhe në këtë të ardhmen do të rriten dhe fëmijët e mi. Duke parë me këtë këndvështrimi që do të kem rritjen dhe fëmijëve të mi, prandaj duaj që investimi të rinjve të jetë sa më i fortë fuqizimi i tyre. Kështu që fillojmë pak me të njohim Artin. Kush është Arti me fjalë të thjeshta? Atëherë në fakt ta nisim pak jashtë temës që përfundim aty ku duam. Në fakt unë jam rritur në mënyrë shumë popullore. Jam rritur në jo në Tiranë, vitet të paratjetës kam kaluar në Laç, edhe kjo jetesa duke u përplasur shumë me traditën, me popularitetin dhe me ndoshta një ambient që nuk është një lloj si këtu, isha i mësuar për gjëra pak më tepër se sa një qytetërin i vërtet. Dhe kur erdha këtu isha pak në vështirësi për të mësuar, por e dija që nëse do mësohesha, do kisha pak më të lehtë për t'i kryer disa veprime. Dhe në fakt nga këto jam karakterizuar për herë. Këtu ndoshta ka ndër pak diferencën për shkak të kësaj rritjes time në kulturë, në traditë, dhe ndoshta e kam dhënë nga fakti që me të jam rritur, por mendoj që këto janë pikat kryesore që një person duhet të ketë. Okej. Por duke qenë se kjo është një pikë e juaja e fortë, komuniteti që ne jetojmë dhe gjimnazi ku ju jeni pjesë, ka një komunitet heterogjen me kultura të ndryshme, të ardhur nga qytete të ndryshme. Si e ndjen veten midis këtyre të rinjve? Ka divergjenca të mëdha midis populariteteve që kemi ne në Shqipëri? Në fakt, ndryshe nga gjimnazet e tjerë, sado që kemi nxënës nga gjitha rreth, nga gjitha vendet e Shqipërisë, edhe jashtë saj madje, nuk kemi kurrë përçarje dhe e gjithë kjo heterogjeni, le të themi, shërben vetëm në përmirësim apo për të krijuar një djegë kulture të vogël në shkollën tonë. Në fakt që në fillimet e mia atë shkollën nuk kam dashur që ta vazhdoj aty gjimnazin. Kam dashur Ti që para gjykos. Po. Okej. Si gjimnazi që ishte. Por kam thënë më parë që do kisha bërë një gabim shumë të madh nëse nuk do kisha nisur aty. Ndoshta ishte i destinuar ai rrugtim për mua, por me gjithë ato nxënës mrekullueshëm që ka gjimnazi, të gjithë duke luajtur nga një rol të caktuar, kemi arritur diçka që ndoshta për gjimnazet të tjera më të famshme, më të mëdha, do ishte pak më vështirë. Për këtë ju përgëzoj shumë, sepse të reformosh një gjë të re dhe të ndërtosh një gjë të re, do kohën e vet. Themeli nuk vendoset kollaj, ka rëndësi për të vendosur dhe mënyra se si e ndërton themelin është sa i përballon çdo tërmet që bie. Dhe në këtë këndvështrim tuaj e përgëzoj që të gjithë të rinjt duhet të jenë pjesë e gjimnazeve ku janë në komunitet. Kjo fuqizon shumë vlera të veçanta. Por atë që thatë dhe ju që kërkojnë të ecin në gjimnaze të tjera, kur janë të zonës, ka disa problematika, por do të sugjeroja dhe gjykoj që të përzgjedhjen e duhur për këtë pjesë. Atëherë, si e mendon Arti të rinj në zonën tonë, që do të thotë, a keni hapësira ku
të keni mundësi të kaloni një kohë, një mbështetje, diçka tjetër, çfarë i mungon kësaj zone? Se do gjykojnë ne sot. Ne do flasim pa filtra, ne jemi këtu për të folur drejt. Kushdo që na dëgjoj, nuk kemi asgjë me askënd. Dhe kjo është e vërtet. Por ne duham që të me zërin ton, aq sa të mundemi nëpërmjet këtij podcasti, të japim një mesazh që dhe të shikoheni. Atëherë si e mendon? A kemi mundësi hapësira për të kënaqur? Çfarë i duhet kësaj zone? Për rinin. Për ju e këta. Po ta marrësh për brezin tim. Okej. Në fakt, nuk është se jepet një mundësi shumë e madhe. Vetmja mundësi që nxënësve u jepet është shkolla. Përveç shkollës apo pjesë arsimit, domethënë vjeçare apo gjimnazi, nuk është se kanë një ambient tjetër ku ata mund të shprehin idetë e tyre apo idetë e tyre të merren parasysh. Pra mungon një bibliotekë. Mungon diçka tjetër. Mungon shumë. Pjesa vetme që i plotëson këto me ato çit minimale është, ju thash vetëm arsimi. E qartë. Pastaj secili mundohet ta gjejë vetë atë rrugën që do të ndjeki, por pavarësisht se ndoshta ta themi vendi jon apo lagja jon nuk e ofron totalisht. Po, me mundësi që ka personalisht secili nga familjet, për të vazhduar më tepër një dëshirë apo një talent. Cili është talenti juaj? Në fakt, unë që i vogël, pa ditur jam destinuar drejt leadershipit. Okej, kjo është e dukshme. Kjo është e dukshme. Do futemi në këtë pikë në fakt kur të vlerësojmë pak sistemet, pak më vonë. Por, a do të kishe një mesazh që secili nga të rinj si do ta kontribonte talentin e vet? A japin të rinj mjaftueshëm kontribut në shoqëri? Kjo më sa. A japin mjaftueshëm? Në fakt, disa po, shumë. Madje jo disa, po shumica po. Por ka dhe nga ata që ndoshta duan një ndihmë si zanafill, një shtys për të dalë atë rrugën, për të hapur pak me shoqërinë dhe për të dhënë atë kontributin e tyre, që jo ndoshta, por po them që me shumë mundësi asnjëri deri në atë moment nuk e ka nga antarët e shoqërisë. Prandaj normal që na duhet ndihmë sa çdo kujt për të krijuar atë frytin që ne duam ta kemi përbashkët, por fakti që karakteret janë të ndryshme dhe shokët apo shoqet e mia, le ta themi këtë mënyrë, janë pak më të stepën ndonjëri edhe kësaj pjese, mendoj që duhet të krijojmë ose ne si komunitet, që ndoshta edhe kjo është forma e duhur, apo vetë në shoqëria duke u afruar me ta dhe duke ju dhënë një ndihmës për dhe ato kontributin e tyre. Se secili nga ne ka mundësi të japi. Sigurisht. Secili nga ne. Atëherë, duke u përqendruar pak tek sistemet. Sistemet e fuqizojnë shtetin, kuptohet. Si për shembull, po quajmë sistemi arsimor, shëndetësor, media informimi, kultura, inovacioni, të gjitha këto, mbrojtja, policia, siguria e të tjera, avancimi teknologjik për të vetën, po e marrim më vete se kemi dhe ministri më vete për të që tani. Kështu që ne kemi kapur ritmin si shtet. Por do të thoja, çfarë note i vendos arti në këndvështrim me ti sistemit arsimor dhe si maturant që ju jeni? Në fakt, sistemit arsimor po ta marrim vetëm të centralizuar, vetëm duke nisur nga ministria kryesisht, dhe duke shpërndar pastaj, më të them diku tek shtata, mendoj unë. Mirë, shtatet, di që nxënësit që marrin shtatat e ta janë më të fuqishmit, okej. Në fakt, shkollat sot apo gjimnazën vjeçare kudo qoftë, po ecin dhe po ndjekin atë rrugën që duhet ndjekin, besoj, në varësi shumë të madhe nga drejtoresha atyre, nga stafi pedagogjik, nga nxënësit, cilët është fakt që të binë në një gjimnaz caktuar, nuk është zgjedhje. Kjo është ajo që i drejton më shumë nxënësit apo shkollën vetë si institucion më të detajuar, se sa vetë ministria apo shteti ynë. Në fakt, përkraja është pak e vogël nga ministria, ka shumë aktivitete që i mundëson shkollës që të shpreh talentin e nxënësve të tyre apo të rrisi më shumë ndërgjegjjen e shoqërisë. Por përsëri
Nëse e marrim në konversimin e vlerësimit, nuk është aty ku duhet. Atëre, me sa kuptova, i ke dhe një notë merituar edhe në gjykimin tim. Por asnjë gjë në jetë nuk është zgjedhje. Varet çfarë të bie. Dhe ne që punojmë, normalisht koleg pune është çfarë të bie. Nuk ke filtra për zgjedhje, por gjithmonë është ajo përshtatshmëria. A mendon se në sistemin tonë ne prodhojmë vetëm diploma apo bëhemi të aftë për jetën? Në fakt, ndoshta kjo është një ndër vakësitë e sistemit arsimor. Sepse nëse nxënësi nuk të di vetë futet në rrugën që do të ndjeki, apo të angazhohet më shumë vetë se sa ta drejtojnë, atëherë nxënës do të ngelin brapa. Për arsye se shkolla të drejton, apo sistemi ynë që kemi në arsim të drejton rreth ta themi rrugës vetëm të diplomës. Dhe jo të një qështje pak më lartë apo ndërgjegjes vetë si qytetar apo si banues i vendit tonë. Këtë po them që ndoshta i lidh më shumë në dorë nxënësit, që ndoshta në atë kohë nxënësi nuk është ja vetë ta përcaktoj. Që duhet një ndihmës nga dikush, le ta themi më i rritur. Një orientim i duhur. Po, një orientim i duhur për të zgjedhur atë rrugën ku ai mund ta shprehë më mirë gjithë talentin e tij. E drejtë është. Si mendon që në sistemin tonë shëndetësor, që është mirë me sahat, nëse ka një sistem që është mirë me sahat, unë personalisht edhe nga kalvari i jetës time personale, do të quaja sistemi shëndetësor. Shëndeti është luks apo është e drejtë? Shëndeti normal që është e drejtë. Çdo kujt, më shumë se e drejtë. Si do ta mbrotë arti këtë? Do të çoj ministër shëndetësie tani. Si ministër shëndetësie, si do ta mbronte arti këtë gjë? Unë kam thënë për herë që nëse çdo kush do të mundi të bëjë sado pak në atë çka për ata çka është destinuar, do bëjmë shumë. Por nëse çdo kush e bën këtë gjë. Por fakti që jemi në një realitet gjithë bota, vetëm vendi jonë, që e tregoi Covidi këtë gjë, që të gjithë jemi në kolaps. Kjo gjë më fjalë u kuptua që ky problem është kudo. Dhe në fakt një person, siç është qenia njerëzore, nuk arrin dot të gjithë të jenë destinuar për dën maksimumin. Për këtë arsye ndihmon shteti apo leadershipi, le të themi këtë formë, për të destinuar gjithë talentet tona drejt rrugës së përbashkët. Në këtë pjesë, ministria jonë, le të themi, nuk e di sa mjaft ta gjykojnë, po gjykoj nga aspekti për shefin tënd i lirë. Mendoj që ka bërë shumë pak për sa i përket kësaj pjese. E kalon apo i lën klasë? I lën klasë. Atëherë okej, u the që do të shkosh ministër shëndetësie, se po i lën në klasë vetëm dora jote mund ta reformoj këtë gjë. Prandaj kam zgjedhur më shumë leadershipin, në fakt kjo ka qenë dëshira ime e parë e leadershipit, që mund të thotë pak bëj diçka për vendin tim. Sepse sado do bëhesh mjek, sado do japësh kontributin tënd maksimal, një mjek nuk rregullon gjithë shëndetësinë e vendit. Dhe ndoshta duke qenë në një post leadershipi, ke pak më shumë në dorë të bësh. Po patjetër. Është krejt logjike dhe i mirë informacioni është krejt i duhur për një të suksesshëm. Ti je i suksesshëm, ti je leadership i duhur, duhet të dish mirë edhe informacionin e bazës, megjithatë kjo nuk të mungon gjatë. Kështu që shëndetësinë e lamë në klasë. Po të kalojmë pak tani te drejtësia. Si të duket situata aktuale? Tani, nëse nuk e marrim në mënyrë të përgjithshme, tani do futesh leadershipin në punë. Okej, ti do gjykosh tani, ne do flasim pak se ti të gjë e ke të qartë. Atëherë drejtësia aktuale ka shpresë apo? Shpresë ka. Ti themi rupashim Shqipërisë. Jo, shpresë ka shumë, por që aktualisht është 9-0. 9-0 vazhdo? 9-0. Okej, shumë e fortë kjo në fakt 9-0. Prandaj po them çdo gjë që ndoshta. Ai gjykon se po nuk e di, gjykon që po goditet i forti? Po tani unë Apo vetëm i dobti.
Apo janë tentativa ndaj të fortit? Goditet ai që nuk i vjen më në punë qeverisë tonë. Goditet ai që nuk shumë e bukur kjo. Mund jetë i fort apo i dobët, mund të ketë qenë i fort, por ndoshta duan ta distancojnë. Është goditja. Ajo është goditja. Okej. Atëre, nëse do të merrni sistemin tjetër të cilit them media dhe informimi, po i ndaj pak më vete për rinin. Media është informuese apo është nuk është në nivelin e duhur? Çfarë po këto informacione? Shpërndarja e tepërt të informacioneve si e gjykon që është e mirë apo është? Në fakt, media në Shqipëri nuk mund të themi që është keq, por po kthehet avash në një media shumë bazike. Po shpërndan tërkohës të njëjtat lajme, të njëjtat informacione, gjë e cila ndoshta ato lajme dhe dalin pak ta themi nga moda. Që bëhen pak të përditshme gjëra të cilat ndoshta nuk janë primare për vendin tonë, por edhe pjesa që po hapen mi media të cilat nuk e kanë atë cilësinë e tyre, nuk e kanë atë prezencën e shumë kohëve në qarkullim dhe bëjnë disa lëvizje të cilat për mendimin tim nuk janë aty ku duhet. Janë lëvizje të cilat disinformojnë. Duhet të themi me pak fjalë dhe ndonjëherë rryma pastaj sepse në media dhe në rrjetet sociale unë shikoj edhe një negativitet të pashpjegueshëm. Si e gjykon këtë në rastin tonë? Ndoshta informacioni apo lajmet pak shpesh herë janë të drejtuara qartë. Që sot do godasin këta, mua më duket sikur është bërë goditse apo e kam unë? Është kthyer pak. Në aty do dalë është kthyer pak si shumë fakt dhe jo informuese. Dhe themi edhe në drejtësi, po ta marrësh meja në drejtësi nuk është se i kanë punët mirë. Nuk është se kanë punët mirë. Okej, dhe drejtësia nuk i ka punët saktë në këtë rast. Dhe goditja për shembull po kalon më tepër në personale? Mund ta gjykojmë nga informimi me po kalon bën personale dhe ato informacione të cilat në fakt nuk janë personale, janë ato informacione të cilat të vendit tonë nuk është se i nevojiten. Çdo informacion është i nevojitshëm, por po them që nuk i nevojit, kemi punë më të mëdha përpara sa të merrem ato lloj informacionesh. Pra merremi me të shkuarën shumë. Pra ne nuk vazhdojmë që të shikojmë për çfarë duhet bërë, po ne merremi, gjykojmë tjetrin çfarë ka bërë para 5 vitesh dhe merremi po ecim me hapa shumë të avash. Si do ta gjykoje dikë që ka kaluar një eksperiencë një ri, ka bërë një gabim. Dhe për këtë gabimin ka marrë një dënim të caktuar. Sepse e ka kryer dhe dënimin. Si do të ishte mendimi i artit në të vërtetën? Do ta paragjykoje këtë të ri? Apo do ta bëje pjesë të integrimit sërish? Po ta marrim në fillim që në gjenes sa po marrim vesh lajmin, domosdoshmë në momenti i gjykues. Por në fakt për çdo person të moshës time, në fakt fajin kryesorëve i familjeve. Pra familja është një shtyp kryesore. Ja, është pjesa kryesore dhe unë kam qenë gjithmonë i mendimit që aty ku rritesh dhe marrësh ato vlerat vendit ku rritesh apo të ambientit që ka rrethuar. Dhe në fakt nuk mund të them që është anashkalimi i faktit që si prindërit po i rrisin fëmijët, por ndoshta është dhe faji i sistemit që po i mbulon shumë fëmijët. Ndoshta jo qëllimisht, por për anët negative po i mbulojnë shumë fëmijët në çdo aspekti dhe shoqëria e sotme nuk po i qartëson gjërat apo po i distancon relatat fëmijë-prind. Prandaj ndoshta këtu mendoj që është gabim, sidomos sigurisht që gabimi është i vetë fëmijës, por që unë fëmijën e mendoj një shishe bosh, i cili ku mbushet me çka ka rreth. Okej. Varet si do mbushim. Ndër ato jam dhe unë vetë, unë do jap atë që kam kanë mbushur. Pastaj pjesa se si më gjykojnë tjerë nuk mund ta mazgjesh. Është e tjetër, është mendimi i tjetrit. Atëherë, duke qenë se në vazhdim si të kësaj do të thoja ai që si një djalë nga Mirdita. E du shumë Mirdita në fakt. Me thënë të drejtën kam mikesha shumë të mira mirditore. Dhe kam pas me orë shumë për para të tregoj, po një përance
që të doj traditat e njërditës, nuk besoj se do gjeni të dytë përveç meje. Faleminderit nga ju. Dhe do të thosha, vlerat e komunitetit tuaj janë shumë të rëndësishme edhe këtu në ndjej në ajër, e ndjej në të përditshme time brenda këtij komunitetit. Dhe për këtë gjë ju përgëzoj shumë. Realisht ju përgëzoj shumë. Duke u nisur dhe duke vazhduar aty tek familja. Familja është një institucion që mbrohet apo që dëmnohet? Nuk mund të them asnjëherë tjetër, po është një institucion që nuk përkushtohet fare rëndësi për çdo lloj aspekti. Okej, pra beson se sot nuk po ndërtohen më familje siç duan, edhe është kthyer thjesht si trend apo është traditë? Tradita po largohet shumë, sidomos në qytetin tonë, Tiranë, themi që përmban 1/3 afërsisht të popullsisë shqiptare, gjë që këtu do jetë ai ndryshimi më i madh. Ka këtu do nisi gati çdo ndryshim. Dhe ndoshta Shqipëria nuk funksionon në një lloj në tërë hartën e saj. Se ne kemi zbehur rolin kryesor. Shumë. Shumë e rëndësishme. Okej, atëherë duke vijuar në kontekstin tjetër të sigurisë. Si të duket siguria? Jemi të sigurt në vendin tonë? A është Shqipëria një vend i jetueshëm për të rinjt? Në fakt po. Mua do më pëlqente më shumë se çdo vend tjetër për jetuar në Shqipëri. Edhe me këtë rëmujë më kushu, sado që nuk është ajo e duhur as në presin, në fakt jemi mësuar ta. Nuk mund të them që jemi të sigurt, në fakt nga ana e shtetit. Po jemi të sigurt sepse ndoshta regjimet e mëparshme në Shqipëri, duke nisur kryesisht me regjimin komunist, na ka lënë pak mbrapa. Dhe le të themi një anë pozitive ka pas kjo pjesë. Nuk kemi civilizuar aq shumë në të drejtat e njerëzve dhe po ruajmë përsëri prap ato vlerat parimore, kanonore, tradicionale të njerëzimit. Dhe ndoshta këto na bëjnë pak më shumë përgjegjshëm ndaj të paktës pak njëri tjetrit. Dhe nëse futemi thellë, po shohim më shumë këtu që ndodhin në vendet e Bashkimit Evropian se sa në vendin tonë. Dhe mendoj jo si mbrojtës së shtetit, por vetë shoqëria po krijon ose ka krijuar, po mundo ta ruaj pak atë afrimitet apo dashurinë që duhet të ketë njeriu për njeriu. Afrimiteti dhe dashuria janë elementë shumë të rëndësishëm këto dhe të shoqërisë seminore. Aktualisht si mendon arti veten pas 50 vitesh? Në fakt, unë si fillim do të ndjek me sigurt. Vetëm për ta pasur. Mirë të bravo, ministër të shëndetësisë të thash sot? Po. Se varet se ku do të caktoja. Okej, ta paskallo si duhet. Për ta pasur si rezervë në gjep, le të themi. Okej. Por kur nuk do distancohem nga politika, por nga leadershipi, sepse vetëm aty e gjej veten. Okej. Dhe ti e shikon në këtë studenta? Vetëm këtë pjesë. Nuk e di se sa i saktë do jem, por që e di që pas 10 viteve do jem vetëm në një post apo në një rrugë të tillë. Në rrugë për fjalë, do investosh dhe të punosh fort për të shkelur. Unë të uroj shumë suksese në fakt. Faleminderit. Dhe jam shumë e bindur që do t'ja dalësh, që të shkelësh rrugtimin që ti do. Secili nga ne shkel rrugtimin që duhet në momente të ndryshme të jetës. Por mos harro se përpara s'do kesh pellgje. Po kur ke një pellg, do t'ishte shumë e rëndësishme që në këtë pellg që mund të kesh, jo gjithmonë t'i vjesh drejt. Normal. Të dish edhe ta anashkalohesh. Normal, kjo është një shtyllë ndër më të fortat, po të themi leadershipit. Okej, mirë, edhe parimet i paske të mbaruara me kohën dhe me moshën. Okej, pjesa tjetër që unë do të prekja dhe pak është avancimi i teknologjisë. E shikon arti që teknologjia ka zëvendësuar edhe po zëvendëson njeriu, të riun, po zëvendëson gjithë energjitë. Si e mendon këtë pjesën e avancimit teknologjik, është pozitive apo negative? Është kryer shumë negative. Në fakt, teknologjinë mendoj që do ishte e duhur që ta përdornim për të mirën tonë. Apo gjithmonë në nesh për shërbimin tonë. Në fakt, teknologjia këto kohë të fundit po del mbi ne.
E ka të kaluar. E ka të kaluar shumë masën e saj, sado që është domosdoshme, por fakti e një mbidoze nuk është domosdoshme, madje është shumë negative për shoqërinë po rritim. Atëherë, ndryshe nga ju, teknologjia është një e duhur ose duhet për momenti, por jo ka qenë. Mendon Arti që nëse dikush njëri do të thoshte që hajde se sot ne të dy po të bëjmë këtë gjë, do marrim 1 milion euro. Dhe ajo gjë që ju do të bënit ishte komplet e paligjshme. Mendon se do të ishte? Kur për këtë gjë jam tepër i bindur, në fakt kam qenë kurioz gjithmonë për çdo gjë. Që i vogël. Por që te kjo pjesë e di që nëse bëj diçka paligjshme, e di që ndoshta edhe pse mund të shpëtoj nga çdo gjë, nuk do e një me veten kurrë. Edhe këtë gjë ja them shumë sinqerisht, sepse në çdo hap që hedh mundohem të jem sa më i transparent, sa më i sinqert, sa më shumë brenda parimeve, që të paktën në çdo rast, sepse dihet këto pellgje që thamë para janë kudo. E drejt. Paktën në çdo rast që mund të kemi një pellgje para, unë të paktën për veten time ti kem jetë dhe nevojshme për ta kaluar. Atëherë ne këtë lloj leadershipi na mungon. Jo më kohë të pyeta. Do të ishte shumë e thatë të kishim gjithmonë në rrugën e suksesit dhe unë të uroj shëndet, të uroj gjithë të mirat në familje dhe pse jo të realizohen të gjitha këto objektivat që ju i keni vendosur vetes dhe në të njëjtën kohë të falenderoj shumë për gjithë kontributin dhe për kohën që më kushtove dhe që ishe sot me mua në këtë podcast krejt spontan të pa menduar, por me një qëllim të vetëm. Fuqizojmë të ri. Është shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit juve për ftesën që më bët. Unë jam munduar sado të jap ato idetë mia, ndoshta për mua jo, po ndoshta për dikë janë të gabuara, por mundohem që çdo gjë ta bëj në të mirë të komunitetit, mirë shoqërisë. Le të themi duke u nisur nga shkolla. Dhe ndoshta kjo është ajo që zonës tonë kishte munguar ka kohë. Do ishte zëri i duhur për çdo qendër synimi që kemi ne. Faleminderit. Faleminderit.